Pasuria me më shumë se 24 milion euro e Liam Payne do t'i kaloj djali 8 vjeçar i Liam Payne. Bear Gray Payne pritet të trashëgojë të gjithë pasurinë e babait të tij të ndjer, e cila vlerësohet në më shumë se 24 milion euro, nga dokumentat e reja të administrimit të trashëgimisë të depozituara në gjykatën e lartë të Britanisë së Madhe. Rezulton se ish antar i grupit One Direction nuk kishte lënë testament përpara vdekjes së tij në tetor të vitit 2024, bazuar në legjislacionin britanik për trashëgiminë, duke qenë se artisti nuk ishte i martuar dhe nuk kishte një partneritet civil të regjistruar. Trashëgimtari vetëm ligjor i pasurisë së tij është djali që ai pati me këngëtaren Sheri. Dokumentat gjyqësore parashikojnë që një pjesë e pasurisë përdoret për nevojat e mirëqenien e djalit të tij përpara se ai të arrijë moshën madhore, ndërsa pjesa tjetër do të mbetet nën administrim të posaçëm deri në moshën 18 vjeç. Në maj të vitit 2025, Sheri dhe avokati i industrisë muzikore Richard Bray u emëruan administrator të pasurisë së këngëtarit me të drejtën për të menaxhuar dhe për të përdorur asetet në interes të trashëgimtarit të mitur. Sipas të dhënave të përditësuara, pasuria Liam Payne vlerësohet në rreth 26.5 milion pound para zbritjes së detyrimeve taksave, ndërsa vlera neto arrin në rreth 21.9 milion pound. Ndër asetet më të vlefshme të artistit është një vilë luksoze me 5 dhoma gjumi, të cilën ai e kishte blerë në vitin 2011 për 3.25 milion pound, me synim për të qenë më pranë djalit të tij pas ndarjes me Cheryl.